Ne, në fakt, mami na e ka tregu që i rre zemra shumë fort sa herë ti je në ndeshje. Të ka shkruar një letër. Mami... Si të tret tanë, apo jo, shkurt? Po, tani mamit të gjithmonë. Tani mamit. Dhe mami e bërën të shemë 22 vjetë dhe mami. Tani mamit dhe për mu Po ti të tani mamit. Se kështu në fakt nise dhe letra e saj. Tanë birë. Sa herë ngjitesh në ring, mre zemra fort. Jo nga frika, por nga krenaria që ma mbush shpirtin. Të shoh tek qëndroni fort përballë çdo sfide me duar të forta dhe zemër të butë. Edhe e di që çdo goditje jotja vjen nga një vend i thellë ku unë të kam mësuar dashurinë për përpjekjen edhe jo urrejtjen. Edhe pse unë nuk kam ardhur asnjëherë të shoh në ring, zemra e një nëne nuk e pranon dot as lojën që i quan ti kur do të më bindësh që unë të vi. Por ta dish se unë jam aty me ty. Ti nuk lufton vetëm për fitore, por për emrin që mban, për familjen, për vëllezërit e tu, për Shqipërinë. Edhe kjo të bën më shumë se sa një kampion. Ti je djali im dhe çdo plag që ti ke marr, e kam ndier edhe unë. Por më ke mësuar se forca nuk është të mos rrëzohesh kurrë, por të ngrihesh gjithmonë. Sot gëzoj sepse je kthyer në vendin tënd. Edhe gjithçka që ti di doja përcjellësh tani brezave të rinj. Tashmë je edhe pranë nesh. Të duam shumë, unë, babi, do jemi gjithmonë me ty, në çdo hap, në çdo ring, edhe në çdo ëndër. Shumë e kam pas gjithmonë, vërtet shumë. Gjithmonë e qenë e dashur dhe shtyse të dy, prejti. Babi gjithmonë në ka treguar të burgërinë, gjithmonë që ta jemi luftarë, mos të kthehemi, po dashurinë e ka dhënë shumë mami. Edhe ashtu është. E dëgjove si tha, më rre fort zemra, po jo nga frika, nga krenaria. Të them drejtën, jam mundu gjithmonë edhe ku isha në Greqi, apo kudo që kam qenë vetëm, që t'jemi kujdesshëm, edhe pse s'kam pas fëmijë, se sot e kuptoj ma ndryshe, që mos t'i dëmtoj si prind. Kam ndjetë gjithmonë se mamin e kam të vujtur, sepse jeta ka qenë ashtu. Ne jemi rritë me shtëpi me tradita, edhe ekonomia nuk ishte në atë kohë, edhe ajo të ishte gjithmonë që shtëpia jonë ishte shtëpia madhe, shtëpi me miq. Nuk ishte natë që nuk ishte miq shtëpi. Ajo gjithmonë të shndronte si burnesh aty, edhe t'ishte edhe të nxirrte edhe shtëpinë, edhe në fjalë të dilte me ballë lart krenare, shumë krenare. Kush e di sa të lumtur janë që ke ardhur, se s'të kanë gëzuar ke ikë që 16 vjeç. Janë vërtet shumë të lumtur, edhe unë çdo fundjavë shkoj atje. Vazhdojnë të jenë aty në Bulqisë. Rretorin Bulqisë dhe vinë shpesh këtu ku vinë në Tiranë. Vërtet janë të lumtur shumë që kanë mua, që kanë njanin, edhe pse thonë na nda se 5 jemi në Gjermani. A të 5 fëmijët në Gjermani ishit? Të gjithë në Gjermani, të 5. O boj, pas ka djeg malli. Po, ta them, të gjithë kemi ikë të rine. Edhe mami im gjithmonë e ka kalu, s'me thonë, me lot në sy duke mendu për ne, edhe vujtjet tona, sepse ne në atë kohë, edhe kur ishim në, imagjino tani, te në 6 muaj mos ngjesh për fëmijën fare. Apo sa telefonat si në shtëpi, edhe kur shkosh dikush që kishte një telefon në Bulqisë atëherë, edhe ti thoshe, të lutem, shko Finlandi, apo mund të shkosh të flas me shtëpisë. Imagjinoj tani lotët e nanës, mamit, a? Ajo ka kalu, po thyse rinin, se ka qenë atëherë kur ka ikë që Ismaili, që iku që në moshën që me 16 vjeç që ka ikë Ismaili, e ka kaluar vetëm kështu, duke lotuar.
po besoj sot janë prindër të lumtur e prindër krenar, edhe kanë zemrën plot edhe shpinë plot.